Sot i kam kërkuar policisë së shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Ne do të hartojmë rregulla të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Si dhe kritere për moshën e përdorimit, masat mbrojtëse si kaska, ndriçimi apo shpejtësia e lejuar. Megjithatë, deri në hartimin e një kuadri të plot rregullator, interesi publik dikton një ndërhyrje të menjëhershme. Që nga dita e hënë, policia e shtetit do të përfshihet në një operacion për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve dhe prandaj kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për këtë proces. Në 12 tetorin e vitit të kaluar, ish-ministre e punëve të brendshme Albana Koqiu, sot zëvendës kryeministre, kraj ish-drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda njoftoi vendimin e qeverisë për ndalimin e qarkullimit përkohshëm të monopatinave në rrugë, por që prej asaj dite deri më sot, kur po shkojmë drejt mbushjes së vitit nga ky vendim, në Shkodraj nuk ka gjetur zbatim qoftë edhe një ditë të vetme. Mjafton një vëzhgim i thjeshtë në rrugët e kryeqendrës së Veriut për ta konstatuar këtë gjë. Jo shumë larg, por në qendër të qytetit, zonën pedonale, në të gjitha korsitë e biçikletave dhe kudo tjetër, ata lëvizin lirisht në mënyrë të rrezikshme, shpesh duke u bërë shkaktar të aksidenteve, mbi tashe edhe fëmijë të mitur, që me shpejtësi përshkojnë rrugët, duke u kthyer në rrezik si për kalimtarët ashtu edhe përdoruesit e biçikletave. Nuk janë të pakta rastet kur mbi monopatina lëvizin 2 persona, duke rritur rrezikun për humbje ekuilibri. Si policia rrugore, ashtu edhe ajo bashkiake kanë dështuar në zbatimin e këtij vendimi, ndërsa në muajt e verës me shtimin e lëvizjeve në qytet për shkak të fluksit të turistëve dhe emigrantëve, ky rrezik bëhet edhe më i madh.